Bashkia e Sarandës ka ndërhyrë për të ndihmuar familjet e fshatit Çuk, të cilat u prekën nga përmbytjet e ditëve të fundit. Ekipet e bashkisë kanë shpërndar batanie dhe çadra për banorët, duke ofruar mbështetje për të kaluar situatën e vështirë dhe për të siguruar strehim të përkohshëm për familjet e dëmtuara. Dje kemi shpërndar dhe ushqime dhe çadra për të pak 23 familje, kryesisht rome në fshatin Çuk. Kështu që në vazhdimsi do të llogarisim gjitha dëmet dhe të shpërblejmë të ndërhym atje ku është e nevojshme. Ndërkohë që sipas informacioneve nga Bashkia Sarandë, situata mbetet në monitorim në fshatin Çuk, ndërsa ka nisur puna për sistemimin e argjinaturës së lumit Bistric. Është 1.7 km argjinaturë, nga cilat 150 metra rezultojnë të dëmtuara në të paktën 4 deri në 5 pika. Aktualisht u ndodhemi në zonën e Bedeneshit, ku punohet për riparimin e argjinaturës, dhe në zonën tjetër, në zonën e Çukës, ku situata është akoma dhe problematike, ka nisur sot puna për riparimin e saj. Parafësisht kemi rreth mbi 500 hektar tokë të përmbytur. Si thua, kemi rreth për llogaritën rreth 700 krye bakti të ngodura. Aktualisht po presim strukturat e veterinarisë, të cilat në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë së Bashkisë Sarandë do të bëjnë nxjerrjen e këtyre baktive të ngordura. Dje kanë ardhur mendimin e drejtorisë së rezervave shtetit, kanë ardhur ushqim për kafshët, e cila është përndarë, dhe presim aktualisht edhe një pjesë tjetër, e cila do vi brenda pak orësh për të shpërndarë më pas tek fermerët e prekur. Ditën e djeshme në këtë zonë operuan 10 efektiv të forcave të armatosura me mjete, në ndihmë të banorëve të zonës. Forcat operacionale kanë punuar për normalizimin e situatës në rrugët që lidhin disa fshatra në bashkitë Finiq, Konispol dhe Delvin, ku ka pasur prani dherash.